për fatin e keq, Partia Socialiste do të thonë Partia Socialiste po zgjat dhunshëm, jo në kuptimin fizik të fjalës. Po zgjat dhunshëm mandatin e vet, do të thonë, ka kohë që i ka skadu, do të thonë në një vend normal, një shoqëri normale, nuk do duhej me qenë në qeveri Partia Socialiste. Pra, është partia skadume, pra, ka kohë që aja do duhet të rinovohej me këto kuadrat, mirë po, unë e shët pa mundën me bërë reforma kur jenë qeveri, dhe më thonë, është paka shumë, sikur me vrapu kur jetë i flajt, ose e kundërta, dhe më thonë, është nonsens, kështu që... Ka tentuar ai me listat që ka prodhuar të bëjë një lloj spastrimit të këtij konsumit të madh, apo jo? Po problemi është Terama, dhe më thonë... Terama vetë? Pa tjetër, dhe më thonë, unë edhe para disa ditëve bona një provova që të mos jem toksik, dhe më thonë, t'ja dho kreditin Berishës për rolin e tij historik, Ramës për të arritur atë ti. Mirë po, kur ka fitu? Në 2013, apo? 2013. Dhe më thonë, aktualisht, ata që votojnë këto zgjedhje, kur Rama është zgjedhë herë në parë kryeministër, kanë qenë moshën 70 vjeçare, dhe më thonë, po rriten me Ramën.